thuhet ashtu, gruaja për grua është armiku më i madh, ndoshta në këtë botën moderne, është ajo konkurenca e madhe, janë edhe këto rrjetet sociale, ka edhe shumë faktorë tjerë, po nëse tash kthehem, sepse tash mundi kam dikon afër 20 vjet martese, edhe nëse kthehem në retrospektiv mbrapa, është vjera ajo e cila i ka prit bashkëpunimet, edhe ajo është grua. Do të thotë vjera ka qenë ajo e para dhe gjithçka në bashkëpunim me vjerën dhe me kunata të tjera ke marrë deri tek secila ka pas nga një detyrë se çka ka me kry. Edhe në raste kur kemi pas mysafir shumë, gjitha kanë marrë pjesë në punë. Natyrisht pjesa e shërbimit i ka taku nusës, siç isha unë në reja aty. Po punë tjera do të thotë i kemi bërë bashkarisht. E tash nuk e di secili ka të kundërvështrimin e vet, po nëse e marrim atë medaljen e mirë, sepse secila puni ka dy anë të medaljes, unë çdo herë nis nga haja e mira. Dhe nuk dua shumë të fokusohem te medaljet te anën tek ana e keqe. Mendoj që duhet me pas secila gjë edhe pjesën negative dhe pozitive për të na mësuar neve diçka, por si një vajzë